Televizioni Ora News ka denoncuar faktin se në Shqipëri ka hyrë 4500 kg fileto deri me salmonel. Subjekti importues i mishit është Frigo Alba, me administrator zotin Luania Zexhiu dhe Ledia Koka. Skandali i publikuar nga Ora News u tentua të zbutet nga Autoriteti Kombëtar i Ushqimit me arsyetimin se ky mish do të azjesohet. Por çfarë ka ndodhur konkretisht? Kanë kaluar 3 muaj nga bllokimi i mishit me salmonel dhe i kemi kërkuar AKU-s informacion nëse është azjesuar kjo sasi mishi ose jo. Ky institucion në 29 prill shprehet se subjekti importues, Frigo Alba, ka njoftuar drejtorinë rajonale të AKU-s në Tiranë për kryerjen e procedurës së azjesimit të mishit dhe jemi në pritje të përfundimit të procesit. Nga një investigim më i thelluar i gazetares Alketa Çeku, rezulton se AKU po tenton të fshehë destinacionin final të mishit me salmonel. Në një përgjigje të dytë nga ky institucion, na bëhet me dije se azjesimi është kryer në datën 23 prill, ndërkohë që në datën 29 prill, AKU shprehet se ky proces nuk ka përfunduar. Praktikisht, kemi 2 përgjigje të ndryshme për të njëjtën procedurë. AKU refuzon t'i vendosë në dispozicion medias dhe publikut foto dhe video, të cilat vërtetojnë se ky mish është azjesuar. Skandali vijon të thellohet kur Agjencia Kombëtare e Mjedisit na njofton zyrtarisht se subjekti Frigo Alba nuk ka bërë asnjë kërkesë për azjesimin e mishit me salmonel. Inspektorët e mjedisit duhet të jenë prezent në këtë procedurë për të vërtetuar që mishi është azjesuar, por nuk kanë dieni për groposjen e 4500 kg fileto deri me salmonel. Zyrtarisht nuk ka prova se ky mish është azjesuar. Burime për televizionin Ora News bëjnë me dije se është bërë tentativë për ta hedhur mishin me salmonel përsëri në treg, duke shitur atë nën kosto. Pyetja që duhet të ngrejë në këmbë institucionet është se ku përfundoi mishi me salmonel. A ka lidhje helmimi i fëmijëve në kopshtin shtetëror me futjen në treg të këtij mishi?